Të qartësoj më mirë se si duhet përdorur ky sistem, se si duhet to indikator, to piketa vlerësimit të përdoren për të arritur të qartësojmë qytetarëve si kanë punuar bashkit, ku duhet përmirësohen, dhe kjo është më e rëndësishme në prag edhe të zgjedhjeve të vitit 2027, ku të gjithë do na kërkohet të vlerësojmë sa mirë ka punuar bashkia jonë, edhe se si duhet pastaj çfarë duhet synuar të kërkojmë nga drejtuesit e bashkisë. Në kushtet kur decentralizimi dhe forcimi i autonomisë vendore janë pjesë e reformave kryesore institucionale në Shqipëri, aftësia e Bashkisë së Vlorës për të planifikuar dhe ofruar shërbime cilësore mbetet një element i rëndësishëm i qeverisjes vendore. Kuadri ligjor parashikon matjen dhe raportimin e performancës për njësitë e vetë qeverisjes vendore si pjesë e mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies. Në këtë kuadër, drejtori i Agjencisë së Studimeve Politike, Erion Tase, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thotë se studimi parashikon punën e Bashkisë së Vlorës në drejtim të mbledhjes dhe menaxhimit të taksave të qytetarëve, por edhe të shërbimit ndaj tyre. Po ka dhe patjetër nevojë për të përmirësuar më tej ato shërbime që janë të nevojshme, që vijojnë që nga shërbimet bazike për qytetarët, edhe deri tek ofrimi i një çerdheje kopshti që ndikon në mënyrën se si ne të gjithë vendosim të qëndrojmë në qytetet tona edhe të ndërtojmë jetën tonë. Raportet që ka përcaktuar Agjencia e Mbështetjes Vetëqeverisës Vendore në bashkëpunim me bashki të forta janë përcaktuar 52 indikatorë që kanë të bëjnë me pjesën financiare, se si mlidhen taksat e qytetarëve, se si menaxhohen ato, me pjesën e transparencës, që është e lidhur me mirë qeverisjen, dhe me ofrimin e shërbimeve që janë të bëjnë shërbimet bazike, që është shkolla, arsimi parauniversitar, kopshtet, çerdhet, kanalizimet, pastrimi kanaleve që të gjithë jemi koshient që janë shërbimet bazike, zjarrfiksja, dhe të gjithë to indikator duke u matur vit pas viti. Ky është raporti i parë që ka synuar të mbledhë informacion për vitin 2024. Në muajt në vijim do të publikohet dhe raporti i vitit 2025, ne do të kemi mundësinë të shikojmë si ka qenë esuria e bashkisë nga një vit më përpara në vitin aktual, dhe për të parë pastaj nëse bashkia ka performuar si duhet, për të vlerësuar punën e stafit bashkisë. Ekspertja Ajmona Vogli thotë se buxhetimi është pjesë e analizës, por edhe impakti që puna e Bashkisë së Vlorës ka në infrastrukturë, mjedis apo edhe në mbështetjen e arsimit parashkollor. Sipas Voglit, këto problematika kërkojnë angazhimin e mëtejshëm të Bashkisë së Vlorës, por edhe informimin e qytetarëve. Kjo është gjithmonë një element i cili kërkon një angazhim të mëtejshëm nga ana e bashkive për të performuar dhe për të bërë aksesin në informacion të qytetarëve sa më shumë të mundur. Drejtori i Akademisë së Studimeve Politike Erion Tase thekson se raporti e vendos theksin tek mënyra se si Bashkia e Vlorës duhet të paraqitet në sytë e qytetarëve dhe se si ajo i mban premtimet. Për herë të parë është publikuar në vitin 2025 raporti i vlerësimit i sistemit matjes së bashkive të vendit. Në momentin që ky raport është bërë publik, të gjithë qytetarët, aktorët e shoqërisë civile dhe media mund të kenë mundësinë që të njihen me të dhe për të kryer raporte monitorimi, për të kryer shkrime artikuj dhe për të informuar qytetarët, për të krijuar në një farë mënyrë atë opinion publik që do të ndikojë në mënyrën se si bashkia prezantohet përpara qytetarëve, përpara votuesve të vet, për të arritur njëkohësisht edhe për të pasur mundësinë për të kuptuar ato zotime që janë marrë, ajo punë që bëhet, a është në rrugën e dur, edhe ku duhet synuar më shumë për të përmirësuar punën. Ekspertja Ajmona Vogli thekson se qytetarët duhet të informohen për vendimarrjet e Bashkisë së Vlorës dhe se ku shkojnë taksat e tyre përmes dëgjesave publike, konsultimeve dhe informimeve në media. Përmes dëgjesave publike, konsultimit publik, publikimit të informacionit në website-in e bashkisë, por edhe në komunikimet dhe në përgjigjet të kërkesave për informacion dhe të kërkesave të qytetarëve për informacion. Sistemi matjes dhe raportimit të performancës është një mekanizëm kombëtar dhe vendor për mbledhjen, përpunimin dhe angazhimin e të dhënave mbi ofrimin e shërbimeve nga bashkitë. Treguesit e performancës përbëjnë thelbin e sistemit, pasi përmes tyre objektivat e politikave dhe të shërbimeve përkthehen në rezultate të matshme dhe të krahasueshme. Raportet e performancës bashkiake
materializojnë këtë proces duke sintetizuar të dhënat dhe analizën në një dokument që shërben si bazë për informim, vendimarrje dhe llogaridhënie. Përmes treguesve të standardizuar dhe të krahasueshëm, bashkitë mund të identifikojnë me saktësi arritjet dhe mangësitë në ofrimin e shërbimeve publike, të optimizojnë përdorimin e burimeve të kufizuara dhe të mbështesin vendimarrjen mbi bazën e të dhënave.